Kujdesur për zemrat e pacientëve, të zemrën e juaj, a e këshirni, doktor Artan? Pyetje me vend, është si ajo meselja më hershme se mjeshtri që tha makinat i rregullon, po jo të vetën. Ashtu edhe ne ndoshta ne mundohem, do të thotë që të jemi të kujdesshëm për ato probleme të cilat çojnë deri te smundjet e zemrës. Mirë, po sigurisht se mjekët edhe kardiologët nuk janë të imunizuar ndaj smundjeve. Kështu që siç e dim, ka shumë mjekë të cilët kanë vdek fatkeqësisht, qoftë kena pas rastin e Kuvejt ose në ditët e sotme që kanë vdekje të papritur. Siç e përmenda ti më herët, kështu që nuk jemi të edhe ne të mbrojtur. Mundohemi që jemi kujdesshëm, jo gjithmonë. Të paktën ju jeni më të kujdesshëm në parandalim, në gjëra të cilat janë direkt ndikues të smundjeve të zemrës. Të paktën këto e dini më mirë se na. Realisht ajo është puna më e mirë që mund të bëjë një person. Parandalimi është trajtimi më i mirë. Dhe pikërisht temën që keni përzgjedhur sot, pra